Përshëndetje. Në vazhdim do të mundohemi që ta zgjidhmi ekuacionin iracional të cilën e përshihemi në këtë fletë. Për ta zgjidhur këtë ekuacion, ne do të mundohemi që me anë të një ndryshore të re të i largojmë rrënjët që figurojnë këtu. Dhe po vëjmë se këtu kemi rrënjë katërore, kurse këtu rrënjë të pestë të numrit x. Përkatësisht rrënjën e 5 dhe rrënjën katërore. Dhe për të eliminuar rrënjët, ne do të kalojmë në ndryshore në re duke bërë zëvendësimin x e barabartë me t në fuqinë e 10, ku 10 do ta marrim si emërues të përbashkët për tregues të rrënjëve, domethënë për 200 dhe për 500. Atëherë, ekuacioni dhënë merr formën rrënja katërore e t në të 10 herë rrënja e 5 e t në të 10 minus rrënja e 5 e t në të 10 herë rrënja katërore e t në të 10 barabartë me 56. Atëherë kemi rrënja t në të 10 herë t në katëror. Pra kjo mund të shkruhet si t në fuqinë 10 të 5 që i bjen në dytën minus rrënja e 5 e t në të 10 herë t në të 5 barabartë me 56, ose t në të 12 minus rrënja e 5 e t në të 15 barabartë me 56. Prej këndesh të qartë se këtu kemi t në të 6 minus t në të 3 minus 56 barabartë me 0, pra 56-in e bartëm në anën e majtë. Prapë zëvendësojmë t në 3 me p dhe fitojmë p në 4 minus p minus 56 e barabartë me 0. Dallori është ne plus 4 e 6 24, 4 e 5 20 edhe 2 22, që në më thonë 225. Dhe dim se rrënja katërore e 225 është 15. Atëherë kemi P1 është e barabartë me ne plus minus 15 thyrë për 2. Pektorial për njëshi është minus po 1 pa 15 minus 14 thyrë për 2 minus 7, dhe për dyshi ne plus 15 16 thyrë për 2 8. Kthimi të zëvendësimi me këtu t në 3 barabartë me p, po kemi t në 3 e barabartë me minus 7, ose t e barabartë me rrënja e 3 minus 7. Kuptohet këtu është vështirë që të caktojmë rrënjët e plot ata që kështu kushtimisht, por realisht numrin minus 7 do ta kthejmë të trigonometrike dhe pastaj të gjejmë të gjitha rrënjët e enta. Për këtë arsye ne nuk po e vazhdojmë këtë zgjidhje këtu, sepse nuk e plotson kushtin që x-i të jetë pozitiv. Pra këtë kushtin këto qysh në start që x-i të jetë pozitiv për me ekzistu rrënja katërore. Atë mbetet që të merret në shëtim vetëm rasti i p2-shit. Pra kemi t në 3 e barabartë me 8, ose t në 3 barabartë me 2 në 3, që do më thonë se t-ja është d. Në qoftë se kthemi të zëvendësimi i bërë në fillim, kemi x e barabartë me t në fuqinë e 10, që do të thotë se x e barabartë me t në fuqinë e 10, e kjo është e barabartë me 2 në të 10, që është e barabartë me 2 në të 5 herë 2 në të 5, kjo është 32 herë 32, 1024. Përfundimisht, zgjidhja e ekuacionit të dhënë është x e barabartë me 1024. Ju falenderoj shumë që ndoqët këtë video.